Paga mesatare në vend është rritur me ritme të shpejta 2 vite të fundit, teksa masa e pensionit mesatar ka ecur më ngadalë. Në vitin 2024, paga mesatare mujore brute arriti në 77.457 lekë, duke u rritur me rreth 10% në krahasim me vitin 2023, teksa pensioni mesatar rezultoi 19.092 lekë në tetor 2024, ose 4% më i lartë se viti i mëparshëm. Vitin e kaluar, pensioni mesatar ishte sa 24.6% e pagës mesatare mujore bruto, nga 26% që ishte ky raport me 2023-shin. 10 vite më parë, pensioni mesatar ishte sa 32% e pagës mesatare mujore bruto. Fuqia blerëse e pensionistëve po gryhet më tej edhe nga thellimi i diferencës ndërmjet të pagave dhe pensioneve që thellon pabarazinë ndërmjet të pensionistëve dhe pjesës tjetër të shoqërisë. Përshpejtimi i rritjes së pagave si në sektorin publik dhe atë privat po shoqërohet me rritje të çmimeve në disa produkte të shportës që janë jetike për pensionistët. Sipas përcaktimeve të Instat, një pensionist konsiderohet i varfër nëse pagesa mujore është më pak se gjysma e pagës mesatare në shkallë vendi. Ky endek është thelluar vitet e fundit për shkak se pagat po rriten me ritmet më të larta se pensionet. Të dhënat tregojnë për një rritje të pabarazisë ndërmjet të shtresave të shoqërisë, në këtë rast të pensionistëve dhe personave të punësuar. Më gjasa, endeku do të zgjerohet gjatë viteve në vijim, pasi tregu po sinjalizon rritje më të larta të pagave prej kushteve të reja që ka krijuar mungesa e fuqisë punëtore.